Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në Vlorë. Një nën, e cila ka qenë e alkoolizuar, ka përplasur në tokë fëmijën e saj 5 muajsh. Ngjarja ka ndodhur rreth mbrëmjes të së premtes në lagjen Pavarësia, ku nëna, rreth moshës 35 vjeç, në kushtet e dhëura nga alkooli, ka përplasur disa herë në trotuar foshnjën. Për ngjarje në fjalë janë lajmëruar menjëherë efektivët e policisë, nga persona të cilët kanë qenë të pranishëm duke e parë të gjithë skenën. Ata fillimisht kanë menduar se nuk ka qenë një foshje reale dhe më pas, kur kanë konstatuar diçka të tillë, kanë lajmëruar të alarmuar policinë. Forcat e policisë kanë ndërhyrë pasi kanë mbërritur në vendngjarje për t'i marrë edhe foshnjën, teksa nëna ka kundërshtuar më pas me forcë edhe efektivët e policisë. Pasi ja kanë rëmbyer foshnjën nga duart, efektivët e kanë shoqëruar fëmijën menjëherë për në spital. Sipas policisë, në momentet e para nuk janë parë në të dëmtime, ndërkohë që pas ndihmës së marrë mjekësore që i është dhënë në pediatri, ai është dërguar në urgjencë, ku i është nështruar edhe një skaneri për të parë nëse ka patur ose jo dëmtime në trup. Fatmirësisht, rezultatet e skanerit kanë treguar se foshnja 5 muajshe ka shpëtuar pa dëmtime serioze. Aktualisht e raportuar jashtë rrezikut për jetën. Nëna është shoqëruar edhe ajo në spital për shkak se ka qenë në efektin e alkoolit. Ajo ka konsumuar sasi të larta alkooli duke dalë jashtë kontrollit. Gjithashtu është raportuar edhe në gjendje të rënduar psikologjike. Në spital, ajo është marrë në pyetje pas disa orësh nga efektivët e policisë. Siç mësohet, ka deklaruar se shkak për ngjarjen është bërë situata e vështirë në jetën e saj, që po kalon prej muajsh pas divorcit nga bashorti. Kjo mësohet se ka qenë një nga arsyet kryesore përse e ka çuar këtë shtetase në fjalë deri në atë pikë. Policia ndërkohë për ngjarjen vazhdon hetimet, por ajo është një ngjarje komplekse e cila nuk kërkon vetëm angazhimin e bluve të Vlorës. Në të duhet angazhim më i madh edhe i disa strukturave të tjera, si punojësi social apo edhe psikologu.